Dhe të dashur miq, pas prezantimit të temave, të ftuarve, të gjithë materialeve që kemi përgatitur për këtë 2 orë, sa do jemi bashkë, si çdo të diel nga ora 16 deri në ora 18 në televizionin Kanal 10. Thashë që në pjesën e parë do të flasim për një temë shumë të rëndësishme. Ka prind shumë të shqetësuar që na kanë kërkuar me kohë të gjata trajtojmë këtë temë si një prej shqetësimeve të kohës, një prej shqetësimeve që rrallë ka prind të cilët nuk e përjetojnë ose nuk e te i kalojnë. E dim që secili individ është unik në mënyrën e vet, secili fëmijë është unik në mënyrën e vet, por raporti prind-fëmijë dhe më gjerë është jetik sa i përket ankthit dhe depresionit që mund të kalojë një fëmijë gjatë moshës adoleshence. Unë i thash bashkë ankthi dhe depresioni, por së bashku me profesionistin i cili është ekspert i kësaj fushë dhe ka njohuri të shumta qoftë nga literatura, nga studimet, qoftë nga përvoja e punës tash sa vite me fëmijë të ri që ka e përballet me rrëfimet e tyre çdo ditë të punës së tij. Është psikologu Visar Sadiku, miku i familja jon, që gjithmonë është i gatshëm që përveç profesionalisht të kontribuojë me këta fëmijë dhe këta të ri, po ashtu të kontribuojë edhe nga ana mediale, gjithmonë i gatshëm për të shërbyer në përgjigjet e gjitha pyetjeve dhe shqetësimeve tuaja, edhe këtë herë nuk ka munguar prezenca e tij dhe një po e tij në kërkesën tonë për të trajtuar këtë temë, ankthi dhe depresionit tek adoleshencët. Mirë se erdhe, Visar. Mirë se erdhe, Sara. Është kënaqësi, privilegj dhe gjëja më e çmuar që më është dhënë të shërbej komunitetit tim. Dhe e bëni me shumë përgjegjësi dhe profesionalizëm, e kjo ka shumë rëndësi sepse besoj që gjumin e bëni të qetë kur ka shumë njerëz ju falenderojnë për kontributin që bën. Ne përmbushemi nga komente që i marrim nga të tjerët, kështu që kemi për obligim t'ju gjendemi pranë. Shumë faleminderit edhe që je gjithmonë i gatshëm me ardh te familja jonë. Gjithmonë. E thash është shqetësim i kohës, jo rastisht e thash, sepse jo që në rinin ose në adoleshencën tonë nuk ka qenë problem, po ndoshta edhe janë shku pak duke u mbulu, ose nuk janë pa heq, ose duke u fshehur. Por fati i mirë i gjeneratave të reja është që prindrit janë më të vetëdijshëm për shqetësimet dhe problemet që mund ndodhin edhe rreziqet që mund shkaktohen për të ardhmen e tyre. Po unë i thash ankthi dhe depresioni, unë do doja të ndaleshim mas pari tek këto 2 pika, sepse jo vetëm tek adoleshencët, po kudo në botë, tek njerëzit, edhe ankthi edhe depresioni nuk do me thonë që janë pako. Janë diçka ndryshe nga njëra tjetra. Në të vërtetë është pikërisht ky emision që ka ndikuar në vetëdijsimin më të lartë të komunitetit tonë. Dhe prindrit tani kanë një adresë ku të adresohen dhe t'i paraqesin shqetësimet për fëmijët e tyre. Këto shqetësime kanë qenë edhe më herët. Mirë po, si duket, ndoshta ka munguar kuptimi i profilit psikologjik të ofrimit të shërbimeve, ndërkohë që tani ne kemi profesionistë janë që specializuar për t'i ofruar këto shërbime dhe sigurisht për të identifikuar vështirësitë e prezantuara. Në të vërtet, ne flasim gjatë gjithë kohës me njerëz sepse komunikimi është baza e ndërveprimit njerëzor dhe shohim që shpesh herë kur flasim njerëz thonë jam shumë në depresion, kam shumë ankth, dhe jo domosdoshmërisht ata janë në depresion apo kanë gjendje ankthi, pikërisht. Mirë po, shpesh herë i mbjeshim këto nga ndjesitë momentale ose ndjesitë tona akute që po na vinë si rrjedhojë ekspozimit të një situate që nuk provokon ndjesi pozitive. Dhe ne e dim që jeta është bërë shumë dinamike dhe i po ballafaqohemi me situata të cilat mund të na provokojnë këto ndjesi, andaj ne duhet që të jemi shumë të kujdesshëm që të bëjmë ekzaminimin klinik në mënyrë që të arrijmë në përfundimin për kuptuar se kjo situatë a është me të vërtetë një gjendje depresive apo një gjendje anksioze dhe pastaj të punohet me të sipas manualeve të trajtimit. Në mënyrë që të bëhet kjo, është shumë e rëndësishme të referohemi karakteristikave të vështirësive dhe mendoj që kjo informat ju hyn shumë në punë prindërve të cilët mund të jenë duke u ballafaquar me adoleshentët që janë duke i kaluar këto rrethana. Sipas sistemit ndërkombëtar të klasifikimit të vështirësive të çrregullimeve të shëndetit mendor, ankthi dhe depresioni janë diagnoza të veçanta. Ato janë çrregullime të cilat i kanë karakteristika të veçanta, të cilat neve na ndihmojnë në mënyrë shumë të saktë me bë diferencimin e njërës dhe diferencimin e tjetrës. Ne mbështetemi në karakteristikat primare, sekondare dhe terciare të çrregullimit dhe duke i plotësuar ato, shohim frekuenca, sa është shpesht, gama, sa shumë ndodhin dhe pastaj arrijmë për me bërë një diagnostifikim të mirëfillt. Kjo ndodh duke u mbështetur në instrumente të cilat të standardizuara, të hartuara dhe sigurisht
të testuara për të hulumtuar një problem të caktuar. Profesionisti e ka përgjegjësinë për të vendosur një diagnozë dhe sigurisht për ta trajtuar rastin duke u mbështetur në forma të trajtimit. Prindrit gjithmonë është shumë rëndësishme me përmend këtë gjë. Prindrit gjithmonë thonë të lutem më ndihmo, unë po du me e di se çka ka fëmiu im. Adoleshenti, tash ti edhe 100 vjet mi bo për prindin gjithmonë një fëmijë, është pra. Dhe kemi raste ku vijnë për shembull 18 vjeçar dhe prindi thotë i referohet si fëmiu se kjo çështje e adoleshentit nuk përmendet shumë. Atëherë ndoshta do të doja që të ndaj vetëm pakës sekonda që ti të bëj diferencimin e këtyre të dyave. Do të thotë çka është ankthi? Ankthi është një gjendje psikologjike në të cilën personi karakterizohet me një shqetësim të vazhdueshëm lidhur me një situatë e cila jo domosdoshmërisht do të ndodhë. Tash, do të kemi një reagim fiziologjik që është i njëjtë me frikën, mirë po stimuluesi konkret mungon. Nuk ka bazë. Nuk ka bazë, që do të thotë fëmiu është i shqetësuar, vazhdimisht në shnëpritje, është në lëvizje, domethënë vret një agitacion kinetik i themi na, nuk rahatohet në asnjë mënyrë, mundet me fillu me qajt, vazhdimisht është në pritje që do të ndodhë diçka. Në esencë, baza është jo reale. Kjo thot për shembull, kur flasim për fëmijët të cilët mund të kenë një çrregullim ankthi dhe pastaj do ta shpjegoj pak më në detaje, do thot kanë frikë se mos po vdes prindi për shembull, ose kanë frikë se mos po mu diçka. Jo po tash po shkak se mu po më shpejtohet frymarrja, sigurisht unë nuk jam mirë. Domethënë dhe tash ankthi, duke pas parasysh që ka disa specifika, ankthi tash klasifikohet si një ombrellë e gjerë dhe varësisht nga karakteristikat e shqetësimit, ankthi është i diferencuar. Për shembull, kur prindi ose adoleshenti ka frikë të ndahet nga prindi, nga rrethi, nga njerëz të njohur, quhet ankthi ndarjes. Sepse nëse ndahem, atyre do të ndodhë diçka ose do të më ndodhë mua diçka në mungesën e tyre. Pjesën tjetër kemi çrregullimin e panikut. Do thotë, pa në situata të caktuara, trupi jon fillon dhe na marrin frymë shumë, hiperventilohemi, themi, krijohet përshtypja që mund të i humbas ndjenjat, mund të vdes, duhet të largohem patjetër. Domethënë, edhe në ato situata ku nuk është nevojshme ky lloj reagimi. Pastaj kemi edhe ankthin e hipokondriazis, për shembull, kur na mendojmë që jemi të bindur që kemi një problem shëndetësor, pa problem nuk po është dëshmojnë as analiza dhe as gjë tjetër. Psikosomatike. Është psikosomatike. Që do të thotë, ankthi është një shqetësim i vazhdueshëm në të cilën shpeshherë i mbeshen edhe elementet tona trupore ose ndjesitë, që janë frymëmarrja, të rrahura të shpejta të zemrës, gjerësitja, skuqja. Në mesin tonë kemi më të shtuar më të shpesht ankthin social. Pra adoleshenti ka shumë të vështirë me folë me të tjerët, ndoshta përgatitet shumë për shkollë, po kur duhet me u çu dhe me u pyet, bllokon. Dhe këto do thotë janë shqetësime të cilat na vijnë. Pse vijnë këto Visar, ose çka i shkakton një gjendje që një fëmijë, një adoleshent këtë rast, me që po fokusohemi tek kjo moshë, ti përjetoj ose ti kaloj? A ka një humbje vetbesimi, a ka një traumë? Në të vërtetë, çështja e traumës është shumë e rëndësishme që do ta doja me elaboru, mirë po fillimisht neurobiologjia e saktë që e shkakton ankthin ne nuk e dim. Mirë po ne kemi shumë hipoteza të cilat janë relativisht mirë shpjeguese të fenomenit. Për shembull, ankthi për nga specifika ka të bëjë me një përvojë të keq interpretuar. Dhe si rrjedhoi asaj përvoje, fëmiu ka krijuar një skemë kognitive të bindjeve në trurin e tij dhe tash pa vetëdijshëm pret që kjo skemë patjetër duhet të realizohet ose do të ndodhë. Dhe si rrjedhoi, ajo është vazhdimisht në pritje të saj, duke mos e ditur se çka saktësisht do të ndodhë. Për shembull, nëse një fëmijë të vogël, prindit janë vonuar një ditë me shku me marrë në kopsht, ka shumë mundësi që me ndodhë ankthi i separacionit sepse s'do të ndahet më nga prindi, nga frika se do të vijë prindi me marrë. Një të riu nëse çohet me bisedu përpara të tjerëve dhe të gjithë qeshin për një arsye tjetër, ai do të fillojë me besu që do ta personalizojë se mendon që e ka me të. Do thotë dhe si rrjedhoi, menjëherë mekanizmat të cilat janë të destinuara për të na mbrojtur aktivizohen duke na shkëputur nga situata që i provokojnë këto reagime dhe si rrjedhoi ankthi shfaqet. Nëse ne eventualisht kemi qenë në një situatë ku kemi dashur të bimë në kontakt me prindrit, nuk kemi arritur, nuk kemi lajmëruar, ka ndodhur diçka që neve na ka prolonguar në stres për me kuptu, krijohet një bazë e papashme për të zhvilluar një ankth të përgjithësuar, që do të thotë janë situatat sociale patjetër, po ekziston edhe pragu biologjik që ndryshe ai referohemi me sigur rezilienca, që ajo pastaj e shkakton faktorin e shfaqjes së
ankthit. A din tjetë ankthit deri në atë pikën kur ti je vetëdijshëm që s'ka bazë, që s'ka mendohet sen, po kur të vjen çaj momenti ti prapë se ne përballon. E kjo është e vërtet. Gjatë kohës kur na fillojmë të punojmë me fëmijët, adoleshentët, ne mundohemi që të testojmë, na i thojmë, validitetin e mendimeve të tyre, besueshmërinë se sa ata po ju besojnë atyre se çfarë po mendojnë. Dhe ata thotë që unë e di që kjo nuk ka me ndodhur, po mu simptomat po më vijnë. Atëherë çka është problemi? Problemi ka të bëjë me atë që na quajmë asociacionet. Truri joni ka ndërtuar lidhje të caktuara. Për shembull, në një ditë të caktuar që pas ka qenë e martë, pas ka ndodhur një situatë që fëmijët i ka ngjallë një ndjenjë shumë të pakëndshme që i ka provokuar një ankth. Tash në orët të caktuara, në ditët të caktuara, pa vetëdijshëm na fillojmë dhe i ripërjetojmë karakteristika, që do të thotë ekziston një stimul. E për neve është shumë e rëndësishme që ta bëjmë fëmijën të vetëdijshëm për stimulin, e jo për ngjarjen që fëmiu e di se çka ka ndodhur, në mënyrë që fëmiu pastaj të mësojë ti përdori ato për ta çetësuar veten. Tash kur ndodh ky proces, tash i kjo futet në fazën e trajtimit të çrregullimit, atëherë kur fëmiu vetëdijesohet, na të thojmë e ndihmojmë fëmijën që të kuptojë somatizimin e tij. Somatizimi do të thotë kur ndjesitë fizike i bashkangjiten rrethanës dhe në ato rrethana fëmiu mëson me i menaxhu ato. Tash, ankthet për dallim nga depresioni, në kuptimin e trajtimit janë komplet të kundërtat. Domethënë, dhe kjo është çështja më e rëndësishme që të dimë se çka duhet të bëhet. Ankthet janë nga ato vështirësi në të cilat na duhet me i rikonstruktu bindjet e fëmijët ose edhe të rriturit. Dhe kjo bëhet përmes asaj që ne e themi terapia e ekspozimit. Mendimet që prindi s'ka më ardhur kurr, mu ka më ndodh diçka, gjana do shkojnë shumë keq, ne i grupojmë ose i kategorizojmë si mendimet e katastrofizuara. Tash, ne e vëjmë fëmijën ose adoleshentin në situatë që ai të ripërjetojë ato duke mos e marrë fundin që ai është duke pritur. Ashtu. Që do të thotë nëse prindi vonohet 10 minuta, nuk i ndodh asgjë dhe pastaj ai do të vijë. Dhe me këtë rast na i porosisim qoftë në këtë rast prindrit që ata të vonohen. Ose për shembull situata ku ne kemi ndjesinë që do të përjetojmë një sulm paniku, gradualisht na ekspozohem situatat ku presim na ndodh sulmi paniku dhe në mënyrë të moderuar edhe e menaxhojmë rastin, mirë po edhe e ndihmojmë rikonstruktimin e bindjeve. Dhe kur mendimet e katastrofizuara brenda 28 ditëve radhazi sprovohen dhe nuk realizohet ajo çka është pritur, ndodh rikonstruktimi i bindjes dhe i njohjes. Dhe mund të lirohemi nga ankthi një herë për gjithmonë. Që do të thotë, është një proces i cili është mirë i menduar, është i dizajnuar krahas rezultateve nga testet, por ne kemi shumë të rëndësishme që t'i ndjekim protokollet. Protokollet na thonë gjithmonë që duhet të menjanohet faktori fiziologjik. Për shembull, na kemi një çrregullim që është i njohur me emrin çrregullimi obsesivo-kompulsiv. Edhe kjo është në kuadër të çrregullimit të ankthit. Kur fëmijët i pastrojnë duart në vazhdimsi, mendojnë që ambienti është i kontaminuar, nuk dojnë me prek gjana, pastaj zhvillojnë rituale, i numërojnë rrhapat rrugës kur të ecin. Kjo mund të ndodh, padyshim që kjo është një problem që ne e trajtojmë. Mirë, po përpara kur prindi na paraqet neve dhe thotë fëmiu po e ka këtë shqetësim, e kemi vrejtë edhe na se ata vetë nuk kanë dëshirë shumë ta flasin. Ne gjithmonë i kërkojmë prindit që ta referojë fëmijën për një përshkrim tek pediatri për të bërë një strishë të hundës dhe të fytit, sepse prezenca e një bakteri të stafilokokku dhe streptokokus, edhe nëse nuk është i infektuar, por izolohet në strishën bakteriale, atëherë kjo na tregon që ai është duke afektuar sistemin e vetrregullimit. Aq ndikim ka? Aq ndikim të madh ka. Do thotë se na zakonisht e trajtojmë kuptimin e kësaj bajame të gjana të tjera, po edhe në kuptimin psikologjik kjo më të vërtetë jep një problematikë kaq të madhe, saqë është e mundur që fëmiu trajtohet me medikamente përkatëse, po nuk bien simptoma si pasojë këtij bakterie që e mirëmbat. Prandaj nëse prindërit vrejnë që fëmiu në vazhdimsi ka këto shqetësime që lidhen me pastërtinë, është na i thënë veset. Atëherë duhet të bëhet kjo analizë në mënyrë që me e hulumtu mos është ky problemi, sepse me një antibiotik zhduket problemi psikologjik. Sa interesant. Është e vërtet. Çështja tjetër është, duke u mbështetur në protokolle, tani globalisht jemi duke u ballafaquar me një rritje shumë të shpejtë të fëmijëve. Adoleshenca po e merr një havë më të shpejtë dhe si duket po fillon më herët se ç'kemi hyrë përpara. Origjina e kësaj ndryshimi mbetet hipotezë, mirë po është e menduar që ushqimet të cilat janë duke u furnizuar me hormone shtesë tek
mishi i lopë, si puljave të tjera, derivatet e produkteve të tyre janë duke ndikuar në shëndetin e tyre që ata të formsohen para kohës. Tash, kur fëmiu paraqet ankth dhe nuk kemi një bazë, domethënë nuk kemi një histori që ka shkaktuar problemin, atëherë prindi referohet bashkë me fëmijën për bërë një analizë e cila ka të bëjë me pasqyrën hormonale. Na kemi vërejtur që tek disa raste fëmijët të cilët kanë pasur ankth, por nuk ka pasur një faktor, që na i thonë faktori precipitues, që e mirëmban problemin gjallë, atëherë ka qenë ndryshimi hormonal i fëmijët. Konkretisht janë hormonet T3, T4 dhe TSH-ja që mund të jenë përgjegjëse për situatën. Do thotë, edhe pediatri, edhe endokrinologu, edhe neuropediatri, edhe psikiatri i fëmijëve, jemi profile të cilat bashkë punojmë ngusht për mja dalë me kalu qatë krizë, ta themi. Ashtu. Tashti prindi thotë, po kur me e pru? Atëherë këtu ka një gjë që na duhet me ditë. Fëmiu mund të jetë një ditë i shqetësuar. Ndodh një rrethana e caktuar dhe fëmiu e reagon shqetësimin. Mund të jetë rrethana e dytë apo rrethana e tretë. Kur ne vrim që një javë konsekutive, do të thotë për çdo ditë, për një javë, fëmiu i ka këto shqetësime, atëherë është koha e referimit. Do të thotë nuk presim më gjatë, sepse tani vetëm i kemi karakteristikat për të cilat na duhet të punojmë, deri në një javë kemi një tolerancë. Një tolerancë, po. Por mas pare duhet mendimin e psikologut. Që psikologu nga anamneza që e merr e din pak a shumë çka më kërku pastaj. Që të dihet, po. Zakonisht prindrit edhe nga natyra si prindër mund të më thonë që okej, ta diskutojmë mirë bashkë, provojmë me mënyrat e shtëpisë, diskutimi mamin, babin, mbështetja sociale në rregull. Por duhet moment që duhet patjetër që duhet të referohet sepse e ndryshon dinamikën e jetës. Edhe e lehtëson edhe për prindin, sepse përveç fëmin që e lehtëson prej asaj krize po e quaj prap, edhe prindi pasaj është më lehtësuar. Por kjo ishte për ankthin, në të njëjtën krizë ose problematik ose shqetësim kalojnë adoleshentët edhe përmes depresionit që është, nuk e di janë ndikon rrjetet sociale, po është shumë i shfaqur. Është vërtet. Ki fëmijë me, më falë që po ndërprej, me kushte të plotësuara në aspekte gjenerale, por që janë shumë të palumtur. Është vërtet. Dhe mendoj që tani për dallim prej ankthit, depresioni ka një etiologji tjetër, mënyra se si paraqitet. Dhe dinamikat e jetës të cilat janë më të shpeshta, po ato sigurisht ose më të shtuara themi, po ato na kanë furnizuar me një nivel më të lartë financiar. Na po e gëzojmë një jetë më komode në kuptimin financiar, dhe na po kemi mundësi më shumë t'ju shërbejmë fëmijëve tanë për t'ju përmbushur motivet. Prindi gjithmonë është duke luajtur një traumë të cilën nuk e ka përmbushur vetë. Tash ai duke mos pasur mundësi që në fëmijërinë e vet t'i ketë plotësuar këto motive që i ka fëmiu, ai në vazhdimsi i shërben fëmijët nuk e stimulon atë, por duke e shpërblyer në vazhdimsi e krijon një jetë shumë pasive te fëmiu. Dhe krijohet bindja që ato janë të mirëqenia, të garantuara dhe si të tilla duhet të ndodhin. Tash çka ndodh? Kur fëmiu nuk ballafaqohet me situata ku mundet me përjetu pakës distres gjatë jetës së vet, shqetësime ose refuzime, atëherë pragu i tolerancës së fëmijët bie. Dhe fëmiu nuk është më në gjendje me bë kompromise sepse ai nuk ka bë kompromise gjatë jetës së vet. E kur ky fëmijë nga familja që është shumë ofruese, mbështetëse, del në ambientin e jashtëm, në të cilën nuk e gëzon të njëjtin trajtim, atëherë fëmiu i ka motive të ngopura, nuk e merr ato që bën nga jashtë, atëherë fëmiu thyet. Zakonisht na po e përjetojmë këtë fazën e parë, domethënë kur po fëmiu po i bën 13 vjet, 14 vjet, ky tranzicioni, domethënë që po dalim, është e hershme. Atëherë po e përjetojmë një epizod depresiv. Tashti prindrit mund më thonë po mirë, qysh me dallu na? Ashtu se sinjale jep. Cilat janë sinjalet? Ashtu pra, të marrim parasysh diçka shumë e vlerë në mënyrë që të dim kur me u adresu dhe si me e kur është shqetësimi që duhet me u marrë seriozisht. Depresioni nuk ndodh brenda një jave. Ajo është një gjendje psikologjike, një çrregullim me të drejtë i referomi, i cili jep shenja të para, po zakonisht na dështojnë për me i identifiku ato sakt. Fëmijët papritmas fillojnë të humbin interesin për socializim. Edhe vrem që fëmiu po rrin më i tërhequr, po rrin më tepër vetëm, po është më interesuar për rrjetet sociale se sa për socializimin drejt për drejt, domethënë po kalojmë në anën virtuale, dhe më pastaj prindërit mund të raportojnë që ciklet e gjumit të fëmijët kanë ndryshuar, tashmë nuk po flen. Ose
më radhë herë raportohet që po flan non-stop. Do thotë kemi elemente të hipersomnisë ku gjumi është i shtuar, po që do thotë prindë thotë po sa është gjumi i shtuar. Kur flaim 10 orë e më tepër, këto janë indikacione që duhet të i rishikojmë sepse neve na duhen 8 orë komode fëmijëve veçanërisht për pas një jetë funksionale adekuate emocionale. Tash çka ndodh? Më pastaj fillojnë somatizimet. Somatizimet do të fëmiu fillon të raporton për dhimbje koke dhe për dhimbje barku. Shpesh herë është dhimbje e shpatullave. A i përjetojnë? I përjetojnë. Ato janë ndjesi të vërteta, domethënë meshkujt djemt më shumë kanë raportime të dhimbjes së qafës dhe të shpinës, vajzat kanë më tepër dhimbje barku, dhe dhimbja kokës është karakteristike për çdo dyja. Dhe zakonisht prindi e referon te mjeku thotë që s'ka kur gjë, e ka ngarkesa, shkojmë te shtëpia. Mirë po, kjo situatë nuk ndryshon. Tash çka ndodh? Pa pritmas, mas këtij cikli që mundet me zgjatë rreth 1 muaj ditë, vjen një javë në të cilën fëmiu i humbi interesat për çdo gjë. Aty ka të bëjë me shkollën, ka të bëjë me mungesën e ndërveprimit me anëtarët e familjes, ka të bëjë me humor, disponim të ulur dhe absolutisht themi me një mënyrë apatik, jo emocionale. E çfarë do të më vepru? Tash kur kalon një javë dhe vrejmë që këto karakteristika po fillojnë të paraqiten, nëse nuk i kemi zonë periudhën e parë të shfaqjes së këtyre shenjave, atëherë është momenti që na duhet me referu te psikologu. Kur të bëhet vlerësimi, bëhet diagnostifikimi i vështirësisë, atëherë hartohet strategjia e intervenimit. Fëmijët dhe adoleshentët kanë një imazh të dëmtuar për veten e tyre. Kur kanë depresion, për dallim prej ankthit që nuk e kanë, këtu ka një imazh. Tek depresionet ata thonë unë s'vlej kur gjë. Unë s'vyj për asgjë. Unë s'jam i mirë për asgjë. Mu s'mdon kërkosh. Domethënë janë këto bindje dhe këto duhet të jenë të interpretuar nga koha kur fëmiu e ka kërku privatësinë me pas, gjatë që ai ka prit të kundërtën që na të vrapojmë për styre, të mundohem të japim vëmendje, dhe familja sigurisht e ka respektuar privatësi dhe pastaj ai do ta interpretojë në anën e gabuar. Po shumë mirë Visar kjo, përse ka natyra të ndryshme. Kur mund ta dallojmë ne si prind kur një fëmijë me të vërtetë ka nevojë për hapësirën e vet dhe kur një fëmijë po kalon në një fazë depresive. Tash kjo është një pyetje shumë e zgjuar sepse prindërit thonë e kur duhet me lënë vetë, kur duhet mos me lënë, po. Atëherë hajde pak ta shikojmë pak punën e personalitetit të fëmijët. Kur fëmiu që nga rritja e vrin që është një fëmijë i cili është pak më i tërhequr, ndërvepron mjaftueshëm, mirë po ka natyrën e vet që është pak më jo social për nga natyra, na nuk duhet patjetër me stimulu me qenë social sepse kjo është barë për fëmijën. Mirë po neve na intereson ndryshimi në repertoarin e fëmijës. Nëse diçka ka ndryshuar konsiderueshëm për 1 muaj radhazi, atëherë presim që këto janë indikatorë ose shenja të hershme të një vështirësie. Nëse na e kena pas një konflikt me fëmijën dhe fëmiu thotë po shkojnë në dhomë, lajmë në rahat, mirë jemi. Është hapësira e tij. Është hapësira e tij. Mirë po nëse fëmiu ka ardhur nga shkolla edhe as nuk han ushqimin dhe shkon drejt në dhomë, atëherë diçka nuk është në rregull. Një mos harroj një fakt shumë të rëndësishëm. Fëmiu ose adoleshenti që është me depresion, kjo vlen edhe për të rriturit, interesimi për higjienën mbje. Ata do t'i veshin rrobat e njëjta për një kohë të gjatë, nuk kujdesen për ambientin që është rrethues, do thotë dhe të gjitha obligime siç është vijimi në shkollë sepse duhet të shkojnë dashëm apo s'dashëm, ata do të shkojnë vetëm sa për të qenë fizikisht dhe për të kthyer. Prindërit thonë që unë po e vrej që ai po lëviz më ngadalë. Ndërkohë që tani përdorimi i smartphone-eve i ka bërë të mundur që të kemi qasjen në çdo informate, ato informata nuk janë gjithmonë të kontrolluara. Që të thotë adoleshentët kur ndjejnë situata me të cilat ballafaqohen që e afektojnë mjeqenjën e tyre emocionale, ata gjithmonë futen dhe lexojnë në rrjete të ndryshme sociale. Mirë po pa dashur, aty krijohen algoritme të cilat ofrojnë të dhëna të cilat janë vetëm të destinuara për ato informata, që do të thotë ata mund të shkruajnë jam në depresion, për shembull, ose jam në një gjendje ankthi. Tash ato algoritme të cilat krijohen gjithmonë japin vetëm të dhëna për ankthin. Duke sa herë tash e marrin smartphone-in dhe shikojnë, këto algoritme të krijuara japin të dhëna të cilat janë potencialisht negative, jo të kontrolluara, skajshmërisht demotivuese dhe kjo e rrëson kuptimin kognitiv potencialin e tyre për të bërë ndryshimin sepse duke u ekspozuar vazhdimisht ndaj të dhënave të cilat japin këto karakteristika, do thotë krijohet një gjendje pa shpresë, një farë anhedoni emocionale e cila nuk i kontribon pozitivisht mirëqenies së shëndetit mendor ose për të përgjithshme. E folëm gjatë këtyre minutave edhe ankthin edhe depresionin edhe shenjat edhe ndryshimet,
por të dyja bashkë kur të vinë, a japin ndonjë agresivitet më të shprehur tek adoleshentët, duhet të jetë situatë më shqetësuese dhe duhet patjetër terapi, ndoshta edhe medikamente? Një ndër shenjat kryesore të cilat vërej është irritabiliteti, që do të thotë toleranca në reagim është shumë e ulët, reagoj shumë më shumë, një stimul i vogël mundet me ndiku që me adoleshenti me e bën një reagim që është i egzageruar, situatat sociale janë të hiperbolizuara, dhe zakonisht nuk janë të interesuar për ndërveprim. Por tash kur bëhet pranimi dhe zakonisht familja i ka ankesat janë të zakonshme, po rrin vetëm, nuk ka dëshirën me fol, është i shqetësuar gjithmonë, tash varësisht është ankth apo depresion, këto karakteristika dallojnë siç u përmendëm pak më lart, dhe kur na fillojmë të bëjmë vlerësimin jonë kryesisht mbështetet në çfarë niveli të përshkallëzimit të vështirësisë ose situatës jemi. Për shembull, kemi një gjendje anksiozo-depresive, kur thotë kemi të kombinuar elementet nga që të dyat, është një përshkallëzim i lehtë i situatës, e punojmë ne duke ofruar mbështetje përmes psikoterapisë. Kur është një situatë e moderuar, është e rekomandueshme që të bëhet bashkëpunimi në mes të psikiatrit, të fëmijëve dhe psikologut në mënyrë që ta punojmë rastin sa më mirë që të jetë i mbuluar në gjitha aspektet. Mirë, po nëse vrejmë që situata karakteristikat janë të rënduara, të theksuara dhe në mënyrë drastike po afektojnë jetën e adoleshentit, qoftë përmes depresionit apo ankthit, apo një simptomatologji të kombinuar, atëherë gjithmonë ne bashkëveprojmë me psikiatrin për ta simuluar ose për ta ngritur mirëqenien e situatës në të cilën adoleshenti gjendet. Po, e di që hulumtohet pastaj edhe nga rrjedh komplet gjendja aktuale, por a ka më shumë predispozita atje traumë e përjetuar në familje, apo është diçka që vjen rrjedhshëm për shkak të moshës? Realisht, familja është një ambient që është shumë i rëndësishëm në kuptimin e shëndetit mendor. Dinamikat të cilat zhvillohen brenda familjes padyshim që kanë me pas një efekt detrimental në mirëqenien psikologjike të fëmijët. Ato zakonisht kur fëmijët të cilët kanë këto karakteristika, kur në të dhënat anamnestike të cilat ne i marrim, i fusim edhe ato që quhen të dhënat kolaterale, aty mbështetet përshkrimi i sjelljes së adoleshentit nga këndvështrimi i prindërve. Mirë, po aty vrejmë dinamikat të cilat ndodhen në shtëpi. Kur të vim tek psikologu, tani fatmirësisht njerëzit janë vetë të djesuar dhe janë të hapur për të folur edhe për ato se çka po ndodh brenda familjes. Shumë më të larta janë mundësitë, domethënë, po theksoj përsëri, shumë më të larta janë mundësitë që dinamikat e rënduara në shtëpi munden me afektu jetën emocionale të adoleshentit. Ndonjëherë njerëzit kur të flasin për traumën, gjithmonë i referohen një situatë e cila ka një potencial traumatik shumë të madh emocional. Siç është për shembull humbja e një antari, ndonjë aksident i mundshëm, ndonjë thyrje e rëndë emocionale, mirë po harrojmë përmendim diçka. Trauma nuk vjen vetëm nga impakti i parë emocional. Ka një lloj traume e cila quhet trauma akumulative. Kur në jetën tonë ballafaqohemi me gjëra të cilat janë të pakëndshme, të cilat ndodhin në vazhdimsi dhe më vonë ato janë një traumë akumuluar, që do të thotë në fund japin të gjitha karakteristikat të traumës. Dhe si rrjedhoi adoleshenti është shumë i prirur për me reaguar në formë të ankthit, depresionit, sepse në fund të fundit edhe trauma futet në kuadër të çrregullimeve të ankthit. E një pyetje të fundit, Visare, kam. Çfarë duhet të bëjnë prindërit? Cili duhet të jetë reagimi i parë? Qoftë nëse fëmia ka lënë simptomat e ankthit që i shpjegove, qoftë nëse fëmia adoleshenti ka lënë simptomat e depresionit që i shpjegove. Është shumë e rëndësishme komunikimi është çelësi. Në familjet ku flasin ka një komunikim të mirëfillt, domethënë me një tjetrin, se tash të kuptojmë se çfarë do thotë komunikim. Komunikim nuk do thotë reagimi verbal ose shpreha verbale nevojave tona, e dua këtë ose jam e mu këtu. Komunikim do të thotë të flasim për ndjesitë që ne i kemi. Në familjet ku është promovuar komunikimi për ndjesitë domethënë e adoleshentit ose ndjesitë e prindit ose këto, ata janë shumë të hapur që t'i detektojnë më herët dhe të reagojnë pak më shpejt. Në familjet tona fatkeqësisht ne nuk kemi një kulturë të mirëfillt të komunikimit për ndjesitë tona, dhe si rrjedhoi kur prindi nuk ndjehet mirë, për shembull, ka një problem me shëndet mendor dhe nuk e komunikon me të tjerët, fëmiu nuk di se çfarë po ndodh. Mirë, po në të ardhmen kur fëmiu mund të mos ndjehet mirë, ai nuk do ta flet sepse mendon që të flasësh për këtë është e turpshme. Prandaj si rrjedhoi, duke mos pasur
një model para prak, fëmiu është i prirur me i fshej ato brenda dhe gjithmonë prindje veç e detekton sjelljen, po nuk e di se çka po ndodh me fëmijën. E nëse prindja arrin për me komuniku me fëmijën, po jo të komunikoj kur bëhet problemi, po ta pikërisht ta fus këtë në kulturën e ndoshta reagimit familjar, komunikimin e hapur, do të ishte shumë më mirë në për të gjitha situatat, jo veç për shëndetin mendor, do të thotë prindi në këto rrethana duhet me provu me komuniku. Mirë, po në rast se prindi nuk komunikon, të paktën prindi duhet me kriju alternativa për me bind adoleshentin që të shkojë te psikologu. Është interesante se ne shumë rrallë herë ndodh me hasë në rezistencë prej adoleshentit mos me dashme na vizitu. Domethënë zakonisht takimi i parë është ai i cili është në mëdyshje, pastaj kur vin takimin e parë ne kemi të vështirë për me ndërprer, sepse ata lidhen dhe pastaj pranojnë shërbimet, e krijojnë mirëqenie, mirë po tani krijohet ai faktori i sigurisë që nëse unë takoj me psikologun do të jem mirë. Tani është detyra jonë që në mënyrë të sistematizuar ta ndalojmë marrjen e shërbimit sepse tani nuk është e nevojshme. Mirë po do të thotë nëse nuk arrim me komuniku, të paktën i përmendëm shenjat e ndryshimit një javë në këtë rrethana dhe një javë në rrethanën tjetër, ndryshimet janë drastike, atëherë prindi duhet me referu adoleshentin për me pranu shërbimin që duhet. Psikolog. Unë kam edhe shumë pyetje Visar, por shpresoj që të kem prapë në studio dhe me diskutu temat sepse janë shumë të ndihshme dhe të nevojshme për me i ditë. Privilegj i më i rëndësishëm që më çdon në profesionin tim është komunikimi me publikun. Andaj unë gjithmonë do të jem në dispozicionin tuaj. Shumë faleminderit Visar. Kënaqësi. Faleminderit shumë Visar për krejt këto informacione, patjetër që do t'ju kemi prapë në studio dhe me fol për tema ndryshme. Në ndërkohë të dashur miq, prej bisedës me psikologun Visar Sadiku nga Instituti Psikosocial Visar Sadiku, do të kalojmë në diçka tjetër. Unë e thash në fillim të emisionit që në pjesën e dytë do të fokusohemi tek muaji maj, vendisimi rreth smundjes së kancereve të lëkurës dhe melanomës. Në pjesën e dytë kemi të ftuar doktoreshën Shkëndije Dobruna, dermatologe, me cilën do të flasim për njohjen e simptomave të melanomës dhe të kancereve tjera të lëkurës.